ku do të jetë edhe nata finale. Në këtë festival marrin pjesë jo vetëm trupat teatrore shqipfolce, por edhe trupa teatrore të Mantovas së Italisë, trupa rumune dhe ajo maqedonase. Kjo ka qenë pikërisht edhe risia e këtij festivali të sivjetshëm, i cili ka nisur prej disa ditësh konkurimin e vet të 10 aktorëve. Festivali Apollon 2009 ka krijuar tashmë një traditë dhe një profil si një kurorëzim i prurjeve bashkëkohore në artin e interpretimit, të fiksuar akto tek aktrimi shqiptar dhe tek vlerat e tyre. Deri tani në skenën e teatrit Bylis janë gjetur trupa teatrore e Firit me pjesën Si Rruar Qethur, Teatri Kombëtar me Filumena Marturano, Teatri Mantovas me Virgjili dhe Dashuria, ndërsa mbrëmjen e sotme u ngjit Teatri Kombëtar i Prishtinës me Daisyland. Ora, po vajton humbjen tuaj. Orla, po festoj fitoria jon. Ne do të fitojmë. Do të fitojmë. Ne se zbam, do të marrë atë të fitojmë. Kur martohen dy vetë, kur do herë papai ishte ai që shoqëron nusën ata. Mirë po, ne këtu nuk keni frymë, keni fëmijë. Dy prej jush të shoqërojnë nusën dhe tjetëri rëndë. Shumë mirë nënën, po e shoqërojnë e të dy. Unë nënë e kam arruar, 6 papesin në kërës. Rozali, mos u bërë barak, 6 pikë, 20, në dhe tjetë. Shkojnë.